Të gjithë e konsumoni qepën, por do befasoheni me atë që i shkakton diabetit, zemrës dhe kockave. Mbajtja nën kontroll e niveleve të sheqerit kërkon konsumin e perimeve që përmbajnë pak nisësh të kalorive dhe karbohidrateve. Qepa është një perime që plotëson këto kushte dhe rrjedhimisht mirëmban nivelin e sheqerit në gjak. Roli i qepës për nivelet e sheqerit në trup është shumë i gjerë. Qepët janë një nga burimet ushqyese më të rëndësishme të nevojshme për organizmin. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Pasi ato përmbajnë nivele shumë të mira të fibrave, vitaminave komplekse, gjithashtu edhe antioksidantëve. Një filxhan me qepë të grira ofron 46 kalori, 10 gram karbohidrate, 2 gram fiber dhe 1 gram protein. Një racion plotëson 14% të vitaminës C, 7% të dozës ditore të manganit dhe vitaminës B6 dhe 5% të folatit. Por shumica e personave u referohen qepëve se ato janë të rekomanduara edhe për personat të cilët kanë luhatje të papritura të sheqerit në trupin e tyre. Por sa duhet të jenë nivelet e sheqerit në trup për të mbajtur nën kontroll? Ekspertët thonë se nivelet e sheqerit në gjak konsiderohen normale kur ato janë më pak se 100 mg për decilitër, ku njeriu nuk ka ngrënë për të paktën 8 orë. Pas ushqyerjes, këto nivele duhet të qëndrojnë në më pak se 140 mg për decilitër. Gjatë ditës, nivelet e sheqerit ulen sidomos përpara vakteve, duke arritur nga 60, 70 dhe 90 mg për decilitër. Ekspertët rekomandojnë të përfshinë rregullisht qepët në regjimin tuaj ushqimor. Ato mund të përfshihen fare lehtë edhe në gatimin e sallatave, gjithashtu edhe në kaurdisje të lehta ose në salca të ndryshme. Shoqata Amerikane e Diabetit rekomandon ngrënien e qepëve deri në 3 ose 5 racione në javë dhe perime të shtuara pa nisështe në dietën tuaj. Megjithatë, në rastin e qepëve nuk duhet ta teproni shumë sepse gjithashtu qepët mund të rrisin nivelin e karbohidrateve në trupin tuaj. Për shembull, 2 filxhan çaji me qepë të grira ofrojnë 20 gram karbohidrate. Qepët janë një perime që përveç elementeve ushqyes mund të ndikojnë në dukshëm në ushqyerjen e trupit. Qepët janë ndër ushqimet më të përdorura në kuzhinën shqiptare, e cila përtendjes së djegjes ka edhe shumë vlera ushqyese. Në këtë video do të listojmë përfitime shëndetësore që vijnë nga konsumi i qepëve në mënyrë të rregullt në dietat tuaja ditore. Ekspertët këshillojnë konsumin e qepëve në mënyrë të vazhdueshme sepse ato janë të pasura me lëndë të larta ushqyese. Qepët kanë pak kalori, por janë të mbushura me vitamina dhe minerale. Ato përmbajnë vitaminën C, e cila forcon kështu sistemin imunitar dhe ndihmon edhe në përthithjen më të mirë të niveleve të hekurit në trupin tuaj. Andaj, konsumi i qepëve në përditshmërinë e dietës suaj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për mbrojtjen e organizmit. Qepët janë të rëndësishme për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe funksionin e nervave. Qepët do të përmirësojnë dukshëm edhe shëndetin tuaj të zemrës, duke mbajtur larg kështu komplikacionet e saj. Për ata që vuajnë nga rreziku i sëmundjeve kardiovaskulare, qepa mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese. Ato kanë veti të larta antioksiduese dhe antiinflamatore që ndihmojnë dukshëm gjithashtu edhe në uljen e niveleve të kolesterolit të keq dhe triglicerideve, si dhe qepët mund të ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut, duke lehtësuar kështu edhe punën e shëndetit të zemrës. Qepët ndihmojnë në rregullimin e niveleve të sheqerit në trup. Për ata persona që vuajnë nga diabeti ose janë në risk të tij, qepët mund të jenë të vlefshme dhe një alternativë shumë e çmuar ushqyese në rastin tuaj specifik. Qepët do të ndihmojnë në përmirësimin e funksioneve të pankreasit, të zorrëve, duke rregulluar kështu edhe nivelet e sheqerit në trupin tuaj dhe duke ndihmuar në përthithjen e duhur të glukozës në organizëm. Qepët janë të mira në forcimin e kockave. Qepët luajnë një rol të rëndësishëm për shëndetin tuaj të kockave.
duke i dhënë atyre elementet bazë ushqyes për një organizëm të fortë edhe më të shëndetshëm. Ato ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ ose rrisin të ndërsinë e kockave, duke parandaluar kështu problemet që lidhen me osteoporozën, duke ndihmuar kundër humbjes së masës tuaj kockore dhe në një nxitje më të mirë të organizmit tuaj në tërësi. Ekspertët shtojnë në një zëri se qepët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet i ketë pjesë të pandërprerë të dietave të tij. Qepët luftojnë gjithashtu edhe dëmet që shkaktojnë bakteriet në organizëm. Qepët kanë veti të mira antioksiduese dhe antibakteriale. Përbërësit e tyre, siç janë për shembull edhe quercetin, janë veçanërisht efektive në neutralizimin e bakterieve të dëmshme të organizmit, të cilat shkaktojnë infeksione dhe inflamacione të ndryshme të trupit. Përfshirja e qepëve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mburojë shumë e çmuar për organizmin tuaj në tërësi, dhe si të tilla mund të luajë një rol parandalues kundër inflamacioneve dhe nxitjen më të mirë të florës bakteriale në shëndetin tuaj. Qepët do të përmirësojnë dukshëm shëndetin tuaj të tretjes të zorrëve dhe do të evitojnë gjithashtu komplikacionet e tyre. Qepët janë një nga përzgjedhjet më të mira ideale për përmirësimin e sistemit tuaj tretës. Ato janë të pasura gjithashtu edhe me element të fibrës probiotike, të cilat janë thelbësore për funksionin e dur të sistemit tuaj të zorrëve dhe në rritjen e bakterieve të shëndetshme. Ndaj konsumi i qepëve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mënyrë fantastike për të nisur ditën, duke ditur kështu edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ato kanë. Probiotikët që gjenden kryesisht tek qepët reduktojnë inflamacionin dhe përmirësojnë sistemin tuaj imunitar. Ekspertët këshillojnë konsumin e qepëve, kjo për shkak të elementeve ushqyes që ato i përmbajnë me shumicë. Kur konsumoni ushqime të shpejta, shpesh i thoni jo qepës, po pavarësisht erës dhe jo aq të këndshme të saj, do të ishte më mirë që të hiqni diçka tjetër nga dieta juaj sesa qepën. Qepa është një produkt fantastik me dobi të larta ushqyese, e cila mund të rritet edhe me shumë përfitime në shëndetin tuaj ditor. Qepët do të ndihmojnë dukshëm në uljen e niveleve të sheqerit dhe këshillohet të përfshihen në dietën ushqimore të personave të cilët të vuajnë kryesisht edhe nga diabeti. Qepët janë të mira në uljen e niveleve të kolesterolit në trup. Në vend të produkteve të ndryshme të cilat mund të krijojnë edhe efekte anësore në organizmin tuaj, përfshirja e qepës mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe jo vetëm. Qepët ndihmojnë pozitivisht kundër astmës bronkiale dhe problemeve të paqumësisë. Ajo ka përmbajtje të sqafurit dhe quercetinës, dy prej antioksidantëve kryesorë të cilët do të ndihmojnë në reduktimin e toksinave në trupin tuaj dhe përmirësimin më të mirë dhe më të dukshëm të shëndetit tuaj në tërësi. Përdorimi i qepës është i mirë gjithashtu edhe në kozmetik. Mund të habiteni, por një përzierje mirë e uthullës së bardhë me lëngun e qepës mund të zgjidhë gjithashtu edhe problemin tuaj të puçrave, madje edhe lehtëson komplikacionet e tyre në lëkurë. Sipas Anderson Hospital, kanë arritur të veçojnë se qepët përmbajnë një substancë me veprime të jashtëzakonshme ushqyese kundër radikaleve të lira. Po kështu, shkolla e mjekësisë dhe stomatologjisë së Harvardit në SBA e ka renditur qepën si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Cilësia e mrekullueshme e qepës mund të jetë gjithashtu një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese. Qepët kanë veti të mira ushqyese në dobi të shëndetit tuaj, dhe si të tilla mund të ndikojnë në shumë aspekte të organizmit dhe të evitojnë komplikacionet. Janë të njohura thënjet popullore ku qepët kanë fuqi të mira ushqyese në betejën kundër komplikacioneve. Qepët do të normalizojnë më mirë nivelet e tensionit në trupin tuaj dhe mund të sjellin ndikimet e tyre pozitive në rigjenerimin e shëndetit. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.